Mi mbrëma dhe përshëndetje miq të nderuar të RTS. Mi sot takohemi në emisionin Ta njohim të vërtetën me hoxhën e nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Të gjithë shikuesit tanë dhe dëgjuesit tanë të cilët na ndjekin përmes rrjeteve sociale, po ashtu edhe përmes kanalit RTI, përshëndesim me përshëndetjen islame. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në 046 22 0022 mund të bëni pjesë e këtij emisioni deri në orën 22. Selamun alejkum i serdhe. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atëherë nëse kemi telefonatën e parë po i inkuadrojmë. Selamun alejkum, përshëndetje. Apo dëgjojmë telefonata? Se duket ka ik, nuk po dëgjohet. Kalojmë tek një pyetje me SMS ku thotë: "Selamun alejkum, a lejohet mbytyja e insekteve si anza, bleta nëse i sulmojnë fëmijët tanë?" Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e madhruar e falenderojmë, pejgamberit e bekuar, salavat dhe selam e dërgojmë familjes e tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e atij burri të madh derisa tek kësaj dite dhe ata të cilët vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj mbytyja e insekteve të dëmshme, të cilat dëmtojnë njeriu, familjen, shtëpinë, është e lejuar me mbyt. Është e lejuar me mbyt. E ndaluar me mbyt është me shku në shtëpijat e tyne, në të farfalet që i kanë, pa të bë kur gjë. Pa të bë kur gjë. Asgjë. Por i e zëllëmçar, nuk i lën rahat. Ku të shahësh? Ose farfalesh aty me qujt të tanzave, të grejzve, apo shtëpia bëbërrecave. Bëbërrecat kanë fshat, kanë qytet plot. Vend banim. Me 10 ramira, do 100 ramira banojnë aty. Kanë infrastrukturat, alamet infrastrukturë kanë. Bëbërrecat, milingonat. Çfarë të bojnë? Çfarë të bojnë? Asgjë. Por nëse që ta bëbërreca, pa që ato milingona, na vinë të shtëpia, na hynë mrena, na dëmtojnë, atër ne i mbysë, por jo në shtëpijat e tyne, vend banimet e tyne. Dhe kështu me radhë, dhe të kështu astë të tjera. Andaj ne muslimant nuk bëhme zullumçar tash. Ku ti shohësh, apo mule një që vraje, më ti. Por të njëjtën kohë, dhe nuk i dërojmë nëse na vinë të shtëpia dhe na dëmtojnë, i mbysim sepse shejtëria e jetës së njeriu është më e madhe, shëndeti, jeta, se sa jeta me lingonave, apo me skojave, apo insekteve tjera. Andaj lejohet në kësa raste. Kemi telefonat, inkuadrojmë. Selamun alejkum. Aleikum. Aleikum selam. Desha me aboni një pyetje hoxhës. Por nëni. Tash këto dashma të halal që janë duke u bë, unë nuk po e ndjej veten mirë me shku e të sigurt në atë vend. As kam qullu fort në aklike, sepse po ka fitne të gratë shumë. Unë du më rujt për këtu në seme, po me një anë dhe as burri nuk më lejan. Dhe as po du me shku se i ka një rast me po një gutë zbugru në jashtë, të kjere, me stoli dhe me thanë të shpërdredhër, dhe unë në atë moment thash ule shikimin, mande edhe fëmija vetë nuk lijet për një darës, ma po kupton, por edhe me fjallin gjahilk nuk je ani pse nuk shkon, nuk e qëllu fort e këtu në sene. Sa dhe gjahilkat po janë aty të ftume, por jo të përzine me muslimanët. Mandej kjo dasmë që bëhet, telefonat e grave janë shumë të përdorura në atë moment, dhe ku e dion e nashtë naj burr e shet që nuk e kemi mahrem, se normal që burrat ja kontrollojnë grave telefonin. E kisha dasht pak për hoxhës bëhem me mas qaru, mas sakta nashta mos jam të bënej mëkat, gjuna, apo haram diçka, kupton? Faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim. Selam aleikum. Faleminderit shumë. Allah e trujt. Allah e trujt. Qashtu është e motër. Allah e trujt.
simbas fjalëve tua, le që nuk kam bet me shkona për dasma kur janë të përzira dy gjinit, gjithsesi atë nuk diskutohet, por është bë problem me shku edhe për dasma ku janë veç granimi. Shkak fitneve të mëdha që bëhen aty, po edhe shkak telefonave, sahi, krejt e vërtet është. E vërtet është, krejt, aja dhe aja. Vërtet aja. Burrat nuk ja korrigjojnë të gjithë grave ty në telefonat. Ja, më qërë. Disa, për ndryshe, jes. Ase korrigjojnë burë, grusat gruja burë, që s'ka pse. Por në gjithë atë, ja korrigjojnë se ja korrigjojnë, nuk është në rregull me të bo fotografi gratë e huja, se të zdan, është drejtë e jotja, mës me dasht. është drejtë e jotja, sepse ti me dasht fotografia ashtu, ti publikohesh, vetë fotografohesh edhe publikan fotot tua në për Facebookin tënë ose rrjete sociale nëse ki ndonjë prej tyne, po ti nuk dan. Po nuk dan vetë, nuk dan as të tjerë me të fotografu. Të gjëna dhe ketë se kia se fije, të ki shumë mirë, nuk diskutohet. Por tani këto mund të lindin disa gjëra. Shamull motra jote marton djalin. Dhe thëtone për bëjt darës më islame. Unë për i thjerë i gratë veç, u rrët veç. Dhe mundohet e ngrata, mundohet me kriju një ambient islam. Ose shoqë që jotja e ngusht. Tash aje nuk më një obligon gratë të tjera më vesh që është dënë vetë. Së më në obligohen, gratë nuk obligohen. Se zvinë asë një për ashtu. Se në obligon të gratë. Tash mos me shku prejke njerëzit. Andaj mundet pas edhe ka pak efekte anësore. E që në mendoj në kësa raste me shku, kësa raste mendoj, nëse e shet që nuk bën pa shku. Mesela është a bën pa shku, a nuk bën pa shku. Nëse bën pa shku, në rregulla, falënderu motrën, që të ka thirë, mund se shqen një dhërat, ose kur ta shesh, por s'muj ta marrë, Allah që nuk e ka marrë dasma të Zotit rujt. Pas bën pa shku, se preke njerëzit, shka, por s'ka jo dikon. Dhe ka pak, përësit e dikën me vëzhgumës pa të fotografan dikosh, rëni pje një kohë, me që njërën ven, ftesën ven, edhe më larku. Sepse me këqyr, me dalë të nga një kënd tjetër, ku me marrë me vëdasmat islam, ku me marrë. Kurse muslimant dhe muslimanët, po i bojnë dasmat me gjahiljet plot. Dasmat e tona sot nuk dallojnë prej dasmave të feve të tjera në asë një segment. Kur prijet nuk më një dallan dasmat tona, prej dasmave të një etnie, po të një kombe, po të një popullit, të një feje, të një ideologjie tjetër. Së më një dallan. E i përkeq. Ekstrem keq. Tash, unë sa që ditem, për ata pranartë se të paguajnë dhe bëjnë dasmen, që shmujnë me bo këtë haram ka qëtë madhë, më shumë që ditem edhe më shumë, për ata namazle e namazlike, fetarë, që binë Zotin sejde edhe i përgjigjen asaj ftese.
me shku në për mezhlise ku mbushet me dreqen të larma të të mallkuar. E zbret hedhërimi Zotit. Me bo me nëzanë vdekja në qasat dasma, ndash me avdes, ndash me mbules, ndash ta kesh falë dhe namazin, me bo me nëzanë vdekja në qatë dasma që ashtu, dije që të ka ardhë fundi i keq. Dije që fundit ka ardhë shumë i keq. Sepse e shku me qëllën një vend, ku i bëhet Zotit haram në kullum. Vetë ka shku me dëshirë, e ke ditë që Zotit nuk është i kënaqur me atë vend, me atë veprim, por e shku me bë hap, me bë qefin motrës, e vllaut, e shokut, e mikut e tjerëve, të e ditë që këtë qef, që pja bën tjetërit, e hedhërën Zotin tonë. Jo nuk dve. Vllaut nuk i shkaj. Kanë e kema ta varse vlau, e se motra, nuk dve. Bile, mësë më thërë heq. Mësë më thërë heq, mësë hargja, as frym, as lek, as kohë më thirë. Unë marrë të bu për herë, po, me emër të Zotit, sepse për martohet nipi, sepse për martohet daja, sepse për martohet mesa, po me emër të Zotit. Para, a pas dasmes. Unë marrë, po, qofë si miqë, qofë si daj, qofë si mekë, qofë marrë, po. Porën që atë bim që atë, dhe këterin kiamet nuk dhe. Harraja, asë një kompromis nuk e dua, asë nuk e pranoj. Harraja, tani, kur të dinej që nuk i shkaj, po dhe ti nuk i shkan, edhe qëtër nuk i shkan, a, do të më ndje pa keq? Ndihet keq. Nëse 10-15, një familjarit tonë nuk i shkojna, a i kujtohet 2 herë, me bëha mësë me bëha. Prap në ashtë e bënë, por tjetër vitë në arshëm, matët a i 3 herë tash. Fa të sëmë vinë, nëse me gjellarë sëmë vinë, dajtë sëmë vinë, fisi jemë sëmë vjenë, hallat sëmë vinë, motrat sëmë vinë, e qëfar kuptimi ka dasma? Le kërejt, le pra, mësë bëheq. Allah e drejtoft këtë millet, Allah e drejtoft, Allah e drejtoft. Allah e drejtoft këtë millet, o Zoti jam, sa shumin që pesh ta njerëz, e sa harame është duke u ba, e sa mkatet duke u ba këtë verë, me këtë gjveshje, me këtë harame, me këtë dasma, me këtë Zot bën rahmet, mos na dëna ja Rabbel Alamin, o Allah. Mos na dëna për gjënat e gjënatçarëve ja Rabbel Alamin. Allahumma amin. Vazhdojmë duke kemi telefonat. Selamu alaikum. Aleikum selam. Urdhëni. Deshta me avon një pyetje hoxhës. Po, Tash kur po shkojna në shkollë, kështu po mësojna për krishterë, për sene jashtë feje. Deshta me pyet hoxhën, a kam gjëna që mësoj për krishterë kësi sene? Ku mësën të në Evropa? Jo, në Kosovë. Ku mësën të në shkollë për krishterë në Kosovë? Çfarë shkolle? Në shkollë, në Ahmed Ali. Ha? cila shkolla është publike apo private? Publike. Çfarë Në ndër? rregull, i përshëndesim, selam aleikum. Në fakt, Aleikum selam. nuk ka lëndë të krishtere në shkolla publike e Kosovës, por mund të pas ndonjë histori, ndonjë Po, personal. po, histori, po, ka pak, Nuk po. nuk ka lëndë kështu për lëndë krishtere. Ne, nuk ka dërt ato për Po, për histori sa nuk ka dërt që mësojnë. Historia to, në realitet që ka ndodhur, e kaluar, historia është ajo. Historia mësohet, është janë të vërteta, apo janë të dhana, apo janë ndodhi, të cilat kanë ndodhur edhe një nxënës, një qytetar, i shkolluar, i formuar, i arsimuar, do të ditë ato. Minimumin vjetrasha. Shamull me qenë sët njeriu me qenë këtë kohë, të çfarëdo shkolla ta kesh, dhe mos me ditë se fetë kryesore në botë janë kjo dhe kjo. Dhe se feja që futë është shumë e vjetër.
më shumë i vjetër, dhe ka vazhduar deri tek Isa alayhi salam. Atë u ndal, sepse se kanë pranuar Isaun ata. E pastaj të krishterët pretendojnë se kanë Isaun pejgamber, dhe se Isaut i zbriti libri i Injilit, dhe se librat e shajta janë 4, dhe se pejgamberët janë vllazër mes veti, dhe se në parim në realitet të gjithë pejgamberët kanë qenë musliman, të gjitha petë kanë qenë islam. Dhe se ata kanë obligim me pranu islamin, me pranu Koranin, me pranu pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam. Dhe se pejgamberi Muhammed nga ana historike është i fundit. Korani nga ana historike si periudhë historike është libri i fundit. Islami si legjislacion është i fundit. Këto janë vërteta historike që duhet me i ditë. Ashtu sikur se që këna mësoni për shembull këtë komunizmit, ku sa arë shprehje me superfi kur gjë, por unë pej periudhës komuniste si i vogël i dije krytzatat, ku nuk në spjegëshin neve mirë elementin këq, shkasin, arsyen kryesore të krytzatave. Por me gjithate se ndodhi, të cilat kanë ndodhur për 2 shekuj radhaze i kena mësuar. Të shta se kanë pas dërë për fej komunistat, por si ngjarje historike të cilat kanë ndodhur një periudhë të lashtë, apo të vjetër. Po. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Selam aleikum. Po dëgjojmë telefonata. Po. Atëherë urdhënim me pyetjen. Po kam një pyetje. Po a ka mundësi për nonën tëmë në këshill, veç sa vonë të fal, edhe kur pi thonë me fal namazet tjera, po thot ja Allah jam lodh, mos më më shumë, veç tash në këshill nëse ka mundësi. Patjetër, ju përshëndesim. Selam aleikum. Natën e mirë. Përshëndesëm. Nona me falë sabahin. Tjera po thotë jam lodh. Dëmelic. Ai ban punë të shtëpisë edhe. Po pra, dëmelic, ngru dëmelic e kja. Kja ngru dëmelic është. Kja e bjen sigur se anë dallime shumë madh, po sa për më afru pak, sigur se më qunë sa bëherët, me dhonë zë me fytë trosha që të pak, edhe më tanë ditë ty me më lodhë, dhe më tanë ditë me nejtë ratë. Pas ta man asë një burë ashtu. Asë një burë s'ta man. Që burë e ratë? Qo? Jo, dhe më lodhë, ne. Po lodhë, ku është ta këshame, ku lodhëve sa qove? Po një punë 5 minuta e bane. 10. Ti ko që e smut, ka dhe që e smut. Por më thonë jem lodhë. Qa bane që lodhë? Njëri ju për me u lodhë dhe të punu. Pastaj, o vla. Edhe që e bje kja, me thonë nona jote, motra tonë, jem lodhë po i më falë. Do gëron nga njëherë, qa qenë punëtore, hoj zotie, ujtë me nejtë një venat të sërinë. Por ku vjen koha namazet jem lodhë, ose si bjen krajtë asaj punë. E në këtë rast nona jote, mund tjetë e tilë, por kjo është tonë qatë farë arsyet kotë, jem lodhë. Dhe me thonë, për të më rëndësi është me kap fshisen, e me fshi, me latë diqka, me hëkëros diqka, sa më falë, më rëndësi. Dhe kjo i bje se i madhi Allah ka që ka vend në zemrën e sajna. Dhe i ndryshe, kjo që ka që besën Zotin, ka që dënë Zotin. Ka që dënë Zotin. Një njëri i cili e qëtë kryt një herën sefte, një herën ditje, sa ba pa në aksham, a i veqa që dë Zotin. A i për dënja për në 12 orë, jo 8, 12, 14. Pa sa gruja, sa burë është, prej që ti hapë syti qelë, sytë sabah. E ti roket punës. Shpisa për të fushës, apo të kompanisë, apo të buqët, sis, apo ku pëndan.
nuk din me u nalë të punu. Nuk din me nalë të punu. Harran edhe buk me hangër. Bëhet ora 6, 7, 8, 9, 10, ajo në punë. Deri sa energjia më të alshon, fuqia të humbë, bjen për tokë. Apo e kryti për sot të nesërën të njëjtin gjë. Të çfarë është kjo apo kjo? Këta punojnë ekstrem, të në ekstremista në punë, po për dynja. Këta nuk gjejnë kohë për Allah. Dhe këta që ka thonë që justifikohen, s'pa kena vakt, që ashtu është mirë i kiti, s'pa ke vakt, sepse s'pilen vakt namazit, sepse për ty namazet s'qenë pjesheq, sepse ti Zotin qka që dënë qka që besan. Ti dynjan për do më qky masaj, sepse do shumë. Ti gjenetin nuk e dënë, sepse s'pa gjohën verë me punu për gjenet. Po edhe Allahun ti nuk e dënë. Sepse s'pa gjohën vend timi për ullë Zotit tënë. Veç mos harra, se sa për dënë Zotin, dhe sa për përën për Zotin që ki me marë, mos harra. Dhe që dënjan që po e dënë, e që po të shmendesh mas saj, dje se ke kom e të lanë në balt, në lëqë. Dje, se kemi e pa shërën, shumë kemi e pa shërën. Kjo është hile shejtanit. Namazi, 4 recate drejt nuk mundi falë nana jote. 4 recate i qëndini se s'munit sënetin farzin. 3 recate aksham, 4 jetësi, Mashallahun, e paralizuar me qenë. Pa as njënën kam. Apo me qenë plakë 90 vjetë, 100 vjetë. Që me zi, po akia 10-15 sekunda bën, dhe që ndore në altë me lafë tyren. Se s'ka fëqi. Namazin e falë, se mundet me falë, dhe nuk e lën për falë. Dhe ka bërsh me falë. Sepse Allah ka thonë, wa abud rabbeke, hatta je ti ke l'jekin, vazhda të adhorosh Zotin tënë, deri sa të vija gënia vdekjes. Pra, në të gjitha situatat, në të gjitha rrethanat, tërmoshën, tërjetën, deri në gënit të vdekjes, e tash e ki fatën jetën, 60, 80, a 100, dhe lëshë të hup fuqia 100 vjetë, hargjohet trupi. Prap namazën e ki parqë. Allah i drejtoft atë në anë tonë dhe të gjithë neve. Po. Vazhdojmë tutje me telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Kom në pyetje për hoxhën. Po. Shumë kanë hi njerëzit në panik, për që po bje shive, edhe ju në këthuj po bin shahadet, dhe që s'falem. Kush t'falet? Po ka shumë njerëz, e që Po. kjo po na gëzëm pak, bile, po kënej po tutën, kënej po bin shahadet. Në rregull, kjo është pyetja, po? Po, Ju përshëndesim, selamu Po alaikum. pashat madhin Allah që ma dy janë. Jo shi, jo vërshime, po mutut, që në bën Zoti rraf në tokë, në bën helaq. Sepse jena bokajl, sepse o prish mileti, sepse janë duke bë haramet më dha. Sepse haramet janë duke bërë haptazi, jo më shiftazi. Sepse haramet, le që janë harame e që bëhen si harame gjunahe të më dha, por nuk i kundërshton askush. Sepse këto haramet më dha
dhe të shumta që bëhen natën e ditën konsiderohen të një pjesë e madhe vlera. Vlera. Dhe kjo jam unë tanave atyne që të ceken më herët. Kur njeri e bën një haram, por e din që është haram. Tjetri për baltine bën një haram, por nuk don me një për atë haram, që është haram. Të është haram, kjo vlerë, kulturë, me pi venën, o kulturë, venën me pi kulturë, po, muslimani me pi venën kulturë, po, shambull e morë, po, kulturë. Kjo është jo vetëm me aron se këtë tjetra, se këtë që e pin, por e din që haram. Por është 10 herë me aron, ma dhe nuk rahazohet. Ose, motrat tona, bijat tona. Leqjen gjvesh dhe gjvishen, e nuk kanë kakër marrën në ftyrë tyne. Pa kakër marrën ujnë ftyrë nuk kanë. Por, e konsiderojnë kulturë, emancipim, civilizim, vlerë. Vlerë më desh që shtë vlera. Shtë vlerë më desha? Po vlerë. Derin ki deregje këna mëri. Andaj, qka të qënë Zoti më së që ditë? Vetëm se lutë Allahun o Zot, mos na dëna për gjënat e gjënaqarve. E mëshirona ja Rabbil Alamin. Kështu që kjo është çka e punojnë duar tona. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Nuk ka musibet që godet juve, bela, e që nuk është që rrjedhoj rezultat e asaj çfarë kanë punuar duar tuaja. Dur të juve, ju njerëz. Allahu na mëshiroft. Allahu mos na dënoft. Ja Rabbi Zot. Telefonata tjetër, selamu alaikum. Apo dëgjojmë telefonata, urdhënoni me pyetjen. Selam aleikum. Aleikum selam. Hala zënë radio apo televizor dhe komunikohet me telefon. Jam një dëgjues për Amerikës. Po. Jetojmë në një apartament bashkë me kujshim, edhe ai kujshim ka 2 kaçe. Tash ti unë ka të parë falem pas ku namaz. A hyn me laçet të unë, se jetojmë në një apartament. E çka bënaj ka qenë? Katën e dytë jetën ka qenë, ky jetën katën e parë. Ha, ai katën e dytë, katën e parë. Po. Në rregull, është nëse s'ke pyetje tjetër? Jo vetëm për çto se në shkaku i kredis, po mujna me marrë na diçka me bëj zgjidhje, tash po kemi frikë apo na pranohet ai namaz. Ju falenderoj, ju përshëndesim me të në Amerikën e Largët. Selam aleikum. Aleikum selam. Po, namazet pranohet gjithsesi. Allah shpërblet. Ha? Po, hen shpe. Po, shpia të ndonen ato. Jetë ndonen. S'ka të bëjë, pëse është një ndërtes mund që sot një mahal. Një ndërtes është një lagjë sot. Ndërtesat që janë me 10 rakatëshe është lagjë ajo, ma dje një fshat. Po është një kullëm. Një fshat në një kullëm. Te kije banesën tane, ti e përgjes për ta. Çka bojnë mi ty dhe nën ty dhe gjatë tonë të majtan, të mos i latë për atë punë. Nuk ke obligim dëtërim dhe e ty në kërgja. Ata kam për veti, ty së të pengujnë kërgja. Allah ju rujtë, ja Rabbi. Shkuha për një pauzë të shkurtë dhe pastaj kthehemi në studio Qëndroni me ne.
Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrym Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe përfasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi çelësin e makinës së ëndrave tuaja. Rikthehemi në studio për të vazhduar tutje me pjesën e dytë të emisionit. Kemi telefonatën në radhës, inkuadrojmë. Selam aleikum, përshëndetje. Alo, Alo, përshëndetje. përshëndetje. I kam një dy pyetje për Agon Hoxh. Po, Deshta me pyet se për jem nuk ka ditë mu fal hiç. Unë e kam mësu burin tem mu fal. Edhe tash po du m'ja mësu edhe Kur'anin, po e ka një të keqe se nuk u më del në këra për kur gjan, rrejnë, për shembull, s'po di që me ta, mo të na të këshije ti ban, a këta namazin e ban, e vetë i kam thonë se ma mirë më se ban namazin që të shë mi ban mu, Edhe pyetja e dytë është se ma herët kam pas shumë ankth edhe shumë e kisha frikë për shembull vdekjen, edhe pse lexoisha Kur'ana, gjeroisha tanat, edhe jam lut shumë, kam bo dua për me pas një fëmijë, po elhamdulillah pe Zotit, Zoti ma ka fal një evlat si vjet. Po e kam apet që këtë keqe se sa herë që bajin në i sen, du me dal dikon nëse me angër buka në i sen, më në jam thëmë sikur më ka funi për muë, e se nga me rritë këtë fëmi, e që të pi që do është ta me asit. Pe kam shumë frikë, kujdi shumë potut, no. faleminderit për telefonatën natën e mirë. Selam aleikum. Natën e mirë, hale. Se di. Edhe kam së burën më falë, tash për të mësu me lezu Koran për burës pengal. Apo? Jo, stakfirullah, bërë me thamë ju nëse falë. Po dhe të pedjuni që ke pas të jo, është të më të nuk bërë me thamë burë, më nëse falë. Por burë të me thamë, a veç a nalesh me mendu, a bëhen bashkë këto. Për shamull namaz edhe rakia, bëhen bashka? Për në raki, për në alkohol e falesh, a shkojnë bashka? Po falesh pas sënditje, po lunë me letra, me pare, bëgjaz, komore, që është du shtoj. Shkon kjo puna? Po falesh, po del për resh me njerës. Shkon kjo puna? Së shkojnë këto. Ja, për dhe që i bje Zotin sejtë për krynë urdhën e Zotit. Pastaj robi do të më ndryshu. Robi do të më ndryshu. Nëse 40 vjetë, 50 vjetë, 30 vjetë, je ka në haram, le ma që kretë haram. Le. Hedhe, gjuj ma shpine. Mëse merë me të më. Kam siguria më falë. Të ka qitë Zotë i grumë besimtare. E me adhuru Zotin. Me falendëru shumë. Që të ka qëllu kësa gruje. Ta mësën fejnë. Qaj e gru është e mirë. Qaj e gru është e mirë. E cila borët ja mësën fejnë. Ja kujtën frigën e Allahut. Të bareke o ta'ala. Këto që të mëse mërë shumë e të keqë. Se ka njëherë, hamokallah, nga njëherë, me të keqe vetëm sa e shtynë hala ma poshtë. Por mërë me të mirë, nështë e shë, dhe bëndo a lutë për te nështë a dënë Allahu të allëzan. Punën e hanë këthet, punën këto, të pas ka letu, pak të pas ka hjek, elhamdulillah, tha kom pas ma shumë, ndoshta ke që të kamet si rezultat, apo si pasoj, apo si asaj që ka qenë ma heret, ama po në mëtë vetën të ndë, bëndo a lutje, mënohu me harru, për shambull, qysh me harru, të përmene, tutna për des, e s'ka është marrë këtë fmi. Tja, për tutë është që fmi ju jetë parrita. Të nëse des me ka dërtë Zotit. Apo? Po.
ka derë Zotit, a veç ty t'ka përfshije, këtë e ka harrua qka? Nëse Zoti ta ka shkru ty me dek, ky me lind njëherë, fëmija, tani ti me dek, qaj që ja ka shkru këtina me jetu pas teje, ja ka caktua dhe rrezikon e kush më kujdes për te, mos ki dert për atë punë. Ti ki dert veç për vetën tane. Tani këto na del një problem serjaz. Cilë është ai? Ne të gjyku me ligjet të kësaj natyre, të kësaj dynjaje, kur flasëm për ahiret, për vdekje, nuk e imaginojmë jetën vërreza, mundohëm imaginu, qa bëhet me neve? Qka bëhet me neve? Që shumë presin atje. Mas pare që shumë del shpirt. A dimër sa zarë me dha shpirt. E ku të mjerë mu sikleti jem me dha shpirt, qa mbjen men mërë mu për ty. Qa mbjen men mu për djall, a për vajz, a për nan, a për bab. O pasha Allah për kërkan men nuk bjen. Vështu hek, se më ka rogë sikleti jem. Në ditën e kiametit, a ka thonë Allahu në Koran, se nganë nana, nganë, vrapon, kjo kom djallit, apo ka thonë se nana ik pe djallit, dhe djallit pe nanës. Që shik, ik prej nanës. Po dhe nana pe evlatit. Pa edhe se cili prej se cilit. Andaj, veç dertin tën me pas. Më thonë, po, më dhimen, këtë evlat, mo, se bëjmenën e ku përshkaj, po veç që galin, o, evlat, je pasha zotë i shpirti jam. Se vladi jam e rriti madhe, zët nëse ka hymer, sa hi panon jetë, po pa kujdesar nuk jetë. Nuk jetë. Allah i madhruar nëse ka shkru ati me jetu më rrit, midis gjungullë me quf mijun, me lan Allah në gjungull, sa bi është aj. Asë den me lypëshqin vetë, asë gja nuk den. Po që se ka shkru i madhe zë qaj me orrit, ka me orrit, ka me jaqu zotit, ndoshta ndo një hajvan i cili ka më kujdes për te. Zat është aj, ajo zat. A ti nuk i ka zgjë. Nuk e pështan asgjë, nuk harran asgjë. Nuk neglizhen asgjë. Pra, këtë ta thash edhe zgjata, ty dhe vetët i gjithëve. Mësë fokuseni me thonë, mirën për des, kënë pëllakit djallë, kënë pëllakit burë, kënë pëllakit gru. Mirën që për des e ku shkaj. E që kam e në varë. Se s'kam ka jamaj, sepse në një grupë, jo në një sanak, atë në grupë, se sanak s'ka ka jamaj. Këta që janë gjallë, la ilaha illallah. Ta gjinën, mëski dërte se gjinën këta. Allahu të rujtë të vlad, ja Rabbi. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Selamu alaikum. A dëgjojmë telefonata. Selamu alaikum. Aleikum selam, apo dëgjojmë? Po, ju dëgjojmë urnani. Kam pyetje për hoxhën. Urnani. Nderuar, kemi një bunar për rreth rrugës kryesore këto katon tonin. Po ai vjen atë te rruga, aty trotuar nuk ka.
është atë ju ku hecë këmsori, si kur është si rrugicë e vogël, po është si hapësirë nga 4-5 hapa ma shumë, s'ka 4 hapa nashta. Edhe në vazhdimësi është ora e dikuj tjetër. Edhe nuk është veç bunari jonë, po janë disa bunare aty pari. E kemi hallat me pi atuj. E para. E dyta. Veç pak. Falim në Në tot kujna, bunari në tot kujna është. Përres rrugës kryesore. Rrugës që hecin veturat. Tamam, a mund tot kujna është. Doktor Kujna. Tamam. Është rruga ku hecin veturat, mandej rrugicë një hape gjysë 2 hapa ku hecin këmbësorët. Po. Mandej janë bunare të renë, mandej janë vazhdojnë orat tokat e njerëzve. Ato i kanë qelë njerëzit mëti. Po, mëti bunari jonë, nashta babgjyshi i burrit e ka qelë nashta. Tamam. Vazhdo. E para. Po, e dyta, kur po falim namaz, normal ose djali së burri po udhëheqin, po ata në fund të surës Fatiha po thuhet amin. E ona, a do të me thonë me zasë kur burra që shetoj? Edhe e treta, subhanallah kemi një macë në përabër, sillet nuk hiqet prej neve. Prej Ramazanit kalun, non stop që rrinë në bërë toni, nuk hiqet. Është macë e butë, po vjera nuk e dënë heq. Edhe e kum po vetë, i më shënë, e rrej me shkat ka. Na i kena fol, nuk banë, nuk është zullumqare diçka që bën sherrë ose diçka, po ka njëherë udhëtohet normal, mi donë me hongër, ka herë ka ndodhë ka hi mrena, po kur e ka zonë mrena, tani macës që ka vyja jo haje, ose diçka që e ka marrë. E kemi këshillu, po nuk mujna me gjetë një mes, një mirë kuptim me zveti. Do të meni pas pak përgjigje, të faleminderit. Përshëndesim, selam aleikum. Allahu të rujtë. Ty e burë familjen tonë në vjerën të arrujt, për të drejtoft. Vjerën nuk e ka mirë. Zëllëmëk. Maca në bërë bën hajrë. Maca në bërë bën hajrë. Sa krijesa është e dëmshme në bërë që ikpi macës. Pullat edhe macat a borën të pastrojnë kur mësë të që ka diçka në bërë apo që mund të hinë shpekër kjo maca dhe pulla. Mej, gjerpnej, orej, e krijesa tjera të mërzime, të rrituara. Asë një prej tyne nuk guxojnë të afru mrenda. Pra maca është në interes njerit. Dhe subhanallah, i larsuar është Zoti. Krijesat të cilat i shërbejnë njerit shumë, i ka zbut Allah. Dhe i ka bu let bashkjetojnë, bashkëpunojnë, bashkëveprojnë me njeriu. Si qeni dhe maca. Pullat. Lapt, delet. Baktit shtëpjake. Me najt pa njerëz bëhen tegra. Qartën. Me najt pa njerëz. Ato doj njerëz. Që është të krijuara. Shtas të egra, nuk doj njerëz. Ajo, jo i bën tërë me hangër njeriu, jo ikpe njeriut. Dërsa këto shtas shtëpjake, lupa, kalli, gomari, këto që përdorin njerëzit, këto nuk ikin për njerëzve, këto i duan njerëzit, këto kanë qef me najt me njerëz. Ato qetësohen, relaksohen, kër shofin njerëz. Ortësitet madhe të Zot. Pse? Sepse këtu i shërbej njeriut. Me pak pun e zbut gomarin, me pak këse trajnema që shme thonë, e mësën kalin me shalu. Me hyp, me kalëru. Dhe të pështën tani më, pështën kalin.
Me pak mund e zbut lupen me miel. Fillim refuzon, sepse s'den çka e ka i bën. Por me pak mund, të e thith vici, të shku të janë zirë ka pak tamel, vici një gji, e zoja shpis një gji, të provu, ka pak. Ajo binde që nëzirja tamelit është ndobi edhe për ta. Në fakt tamelit do bëshëm për ty. Të janë urtësi që duhet me meditu robi. E pejgamberi për masë, sallallahu alaihi wasallam, inna min at-tawafin alaykum at-tawafat. Sahabët e kanë pyetja Rasulullah masat po hyn po dalin, ka pas shpjet në atë zaman sikur se na sot e kena me derë me shil derën se nas shan sin shpjet tona sot. Po të ka pas shpjet me tenda, pe balte, pe gjetheve të hurmeve, se kanal zanin, se kanal insektet kanë hy, perde ka pas ndonjë perde, ndonjë farë shka lëkure për si derë, në vend dere, ose kur gjëheq, ose dhe masa ka hy. Ka hy sepse masa dëm jetu me njerëz. E kanë pytë sahabët ja Rasulullah, pa hene, pa më rëshqim tonë, pa preke, ka thonë, innaha, leset bin nëgjese, nuk është në dytë maca. Leset bin nëgjese, nuk është në dytë. Innaha min e tavafin alejkum e tavafat. Ajo sillet me ju, jeton me ju. Nuk është në dytë. Maca është në dytë vetëm nëse shë ka hanë mi. Për ndryshe, maca nuk është në dytë. Me gjithate, të mrena në shpi mësele, edhe në kom të lësë me lanë të shpija mrena. Unë. Por jashtë shpis, maca të knaqë. Ta pastrojnë shpinë. Maca nuk të në dytë në ambijentin, bre. Nuk ta bëjnë pesë borë, nuk ta bëjnë, si pullat, macat, nuk ta bëjnë. Maca është krijes shumë e mirë, shumë e dëbëshme për njeri ju. është se vapi është qy macën. Kështë që thuj vje restanë ka thënë hoxha Allah të zotë. Po vallahi, Allah të zotë, mëse për macë zëllum, mëse për zëllum qare. Dhe mësë harra se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një grua, Allahu e ka fut në xhehenem veç për macë. Mëse për macë zëllum. Që ti me hangër, kur ti më rana e hen lyp me hangër. Po i bërtet del, që të është që mjashtë të hanë që ati nuk hen më rana. Mëse për zëllum qarë, sepse bëllë kena gjënahet tonë na. E masat e cila hanë zëj, në zëjt e pullave, ka masë zëllum qarët e hanë zëjt e pullave, sikur qafë ka që vinë të hanë zëjt e pullave, ajo është zëllum qare, ajo është tjetër të sen. Çështja e dytë, fati hanë me knue, e me thonë amin, gratë në këthejnë me za amin. Burë e djali thojnë, të mos thuj, anë pse me za amin, nuk është të gjithë, të Hanefit është në heshtje. Por me gjithatet me thonë amin, me za është në regull, a me jo gratë burrat. Dhe pyetja e parë ke Bonari, po për më do këshëm interesant ke punë. Të folë motra, të po pyetja unë të meditu këtë e imaginu dhe meditu këtë qështje në kuptim pak ma të gjerë, se si pleqët e tonë, të partë e tonë, kanë qenë njerëz e larpamës, human, me gjithë kushtet e vështira që kanë pas. E shef që a thët, jenë disa bonare. Dhe me thonë, e ka qelë një dikush, dhe tjetë kanë të qelë edhe në një. Të qelë edhe në një. Sikur se për dragasht, ka ra me shku në dragasht, në pojën dragasht, në cilën pjesë të Kosovës ka qeshme në rrugë më shumë sa në dragasht. Ku ka? Kursë në gjonë. Në cilën pjesë të troje shqiptare krejt, ka qeshme në rrugë hajrat më shumë sa në dragash. Kërkun nuk ka. Në gjajnë shumë ja bën tek një ngërmi këto, në Prishtinë. Ngërmi janë dikon, mund t'jenë 7-8 qeshme. Të gjitha janë të rregulluara për njerëzve human.
Shumica aty në rregullu mas luftës dhe një njoftë ata pleq, i kanë xhamat të minë, xhami të madhe të cilët i kanë rregullu ato kanë pagu me parët veta për me rregullu qeshmet. Dhe sa të ngërmi ka që kesh ki qeshme. Të pa njani tjetërin, të pa njani tjetërin, të pa njani tjetërin. E atje në dragash, e shetë dikuj që ka bojë një punë të hajrit, të bëjë dhone, mas 2-4-5 kilometrave, një qeshme tjetër, 2-5 kilometrave, një qeshme tjetër. Ata kanë vdek, por qeshmet kanë bet. Sadakaja mbet, sadaka rrjedhe se kjo është. E ato bënar që përmeni motër njime si ka tha, ndoshta, mbavgjush i burrit. E që bje ka vdek baki para 50 viteve. Ndoshta me heret. Por se vapi vazhdan shku. E shef që ka dhe me thonë me bo gara më punë të hajrit. Me kanë larë pëmës. Mono me investu në të ardhmen tande. E ka po këta njëtë që janë tregtar të meqëm. Thot, unë po përne me këtë biznes, por kam edhe tjetër biznes. Pse? Po me bo më mshel kë, ose kur dalë penzi kë mshelet, e kam një tjetër që më rrjedhën pik dikon. Sa mirë dykë për dynja. Edhe një me që është qëtë, mirja qëtë. Pra dhe ti, unë për adhëroj Zotin tem, për bëj ibadet. Bëj ibadet. Ju ku më ditë sa shumë, për shtë ibadetit kërësore që kena, nëse ju vullnetare, bileshtu obligative që kemë. Ama një ditë vjekua këto nalen. Këto nalen. Sepse nalet fryma. Sepse shpirti del. Sepse vdes. E le të kemë diqka, qka jem betet, edhe pasit nalet fryma jem, edhe pasit del shpirti jem. Le të vazhdan. Këto është vlera e sadakas. E hajradve. Që jenë sadaka rrjedhse. Kthehemi në përgjigje konkrete, po motër bën ata ujë me pi e me marë pas, një problem që nuk bën, s'ka asë një arsye më s'me bën. Qërë nëse kemi telefonatën e fundit po inkadrojmë. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Apo dëgjohemi telefonata? Po, apo më dëgjani ju? Por nëni. Atëherë, selam aleikum hoq, kam një pyetje, jam një motër 30 vjeçare, e cila para 3 vitesh kam kalu një smundje maline, edhe jam e martuar, elhamdulillah, kam 2 vajza, edhe jam aktualisht me qerajena. Atëherë pyetja ime është, a është ma e udhës me shku numre me familjen time, apo që të tolla me një rujt, me mbledh, me investu dikon me bu një shpitone në dvogël. Po si pas asaj gjendjes që kom kalu, dëshira jam është për dyja, po nuk e di që është më smirti. Allah në rujt, i shpëblet. Amin. Elhamdulillah që ke bë ma mirë. Të ka shëru se Allah është shërus. Ibrahim ka thonë, o idha me rëtto, fa hua jeshfin, dhe kur të sëmurëm, Allahu më shëran, të barake wa ta'ala është shërus. Mjeku është mjekus, Allahu është shërus. Tani, njeriu kur ka nevoj për shtëpi, shtëpia është nevoj. Dhe të njëjtën kohë ka një shumë parash. Dhe dënë me shku në numre për parësi jap shpis. Madje, edhe haq, edhe nëse është për haq, për parësi jap shtëpis. është nevoj familjare. Të haqën më se harra, dhe nuk e harrar muslimani haqën. Qysh ta motra ka qef të dyja, qysh nuk ka qef me shku në numre. Por, nevojat familjare kam përparësi. Dhe nëse shkon numre në regull jena, s'ka gjatë keqe. Ama përderisa pyet cila është më e fëdal, më prioritet ka me investu në shtëpinë tane, me bo një kolum një shtëpi të vogël, e pastaj qënë zotë ati kofshin falë, apo gjatë kësaj periudhe qënë një madhe zotë hala pa kryti shpinë, qënë Allahu inshallah, rëzk
Ka se për të heq, e shkon në mërë, inshallah ta'ala. Marrë edhe disa pyetje me mesazh, thotë a lejohet mos m'ia dhënë gruas mehrin nëse pas 2 apo 3 ditë martesë ndahet gruaja jo me dëshirën e burrit, por me arsyën e gruas se nuk mundet, ka probleme ndryshme, pra nuk ka arsye shariatike. Pikëspari gruaja nuk ka të drejtë ashtu më nda. Ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo grua e cila kërkon divorc, shkororzim pa arsye, haram, e ka aromën e gjenetit, e lërë më me hinë gjenet, haram e ka aromën e gjenetit. Kështu që shumë gratë sodit, të cilat për 2 fjalë që a thët burri, apo as vet nuk e din mirë pëse ndapi burrit. Wallahi, as vet nuk e din me ta spjegu mirë se ndapi burrit. Për mos me thonë se ka qëllime tjera që im shef. Për mos me thonë. Nuk din me të tregu mirë, qartë, pse ndau e bipi burrit. Pse ndau, nuk din. Nuk din. Dhe shumë për tyne, me Zotin kanë punë të shumë keq. I kanë shumë keq. Sepse hadithi për thët, haram e kanë aromën e gjenetit. Gruaja mund të ndahet për burrit, ka të drejtë, me kërku shkërorëzim, jo me kap teshat e me shku të shtëpia, por me kërku shkërorëzim. Në raste të veçanta. Atë fjallorin tonë për ditë shumë, ku pështetet për muri. Se fjalla vije, 2 pika, ushtron dhunë të vazhdush me burri, fizike, se në dëra marja. Hajvane me rre, se rre hajvane në mytë, edhe kalkurën hajvane 1 centimetrë, se në dëra. Dhunë fizike, dhunë psiqike e qëtë gruan depresion. Dhunë psiqike ekstremet pa përshkrushme. Ose, i vjen i pit, mallë ka me pas burrin, burr me men kry, se pa men i vjen, pa men. Del me men, se pa knelët të shtëpia, po kthehet pa men. Dhe kjo nuk dhe qa me pas një dit, apo me mbledh krejt në një viti, një javë a një muj, me dit këthjelta, të mirat që ndosha me burreve, sepse i dehun gjithë, ose ka para, por e hargjën kumore, e hargjën mas kafeve të natës, mas dërisit larëm, kaftë lartëve. Dhe gruaja ka nevoja, hjek për nevojat elementare, për të edhe për familjet saj, për fëmijët saj. Pra, nuk ja plotëson nevojat e sajna të furnizimit. Ose, nuk flan me gru, e bojkoton në shtrat. Por jo një ditë 2 e 3, tek bojkotin në shtrat, dohet me duru deri në 4 muaj ditë. Pra, ose, runa zëpë në rufen, do të shku të shtëpia me njëherë. Ose, e që kja rrallë, se nuk ndodhë, po me gjitha te, është cekë dhe përmen libra, nëse gruaja është e bukur. Se ka në vetë kër e kanë martu, se ka pa burrin. Kër e kanë qëtë të burri, sën flenë me te mja dhanë 2 janë. Së mundet. Dhe si rrjedhoj se njep hakin burrit. Pra, në raste ekstreme të randa, ku i vështërsohet, i ngushtohet, i jeta një gruaje.
Në rastet e tilla, gruaja ka të drejtë me kërku shkërorëzim. Nëse burri i jap shkërorëzim, qohet shkon të shtëpia vet, e kalon i detën në krye selja. Po që se refuzon, e që mundësia është shumë e refuzuaj, se është arrogant. Ai është më keq. Mirë shtëpia që ka. Këtë rast, që ka të drejtë, që ata njerë që kanë bo për hajrë. Që ata me tha babës më lidhe, dhe atë në mëgjles, vedho në flasë, edhe këputëm kërërzimi që atë. Pra ndaha me burra, që kanë bo shqiptartë. Tamam? Po që se dhe kjo nuk funksionan, se dikush është në farë. Ha, sa mire the, se së mbeken men mu. I drejtohesh gjykatës. Dhe thua, alhamdulillah që kemi shtetin, gjykatën, edhe i tregon gjykatën se thu, du sa ma shpejt që është e mund shpejt. Edhe nuk du asë më lut, apo dënë asë për dëmene. Se gjykata më nutë ka një herë mi lutë e këtheu ku ta diune. Du më nda me një herë. Kësa rase tani, përbal, se gjykata në shtim burë me shumë, përbal të i shkërëzimit, t'ja e len mehrin burët. Këtë rast burë ka drejt me nalë mehrin, i ta kanë. Vetë min rast. Por burët i ta kanë mehri gruas. Pra burë ka drejt me nalë. Ose të ndryshe gruja e thëtë, për ta për mehrin në lësham mua. Për ndryshe në rast të tjera, burë dhe për dhanë mehrin gruas, krejt. Po ka rast që thonë edhe s'po shkon mos, po kam djenjë, ose ankthi, stresi, depresioni. Po kryve që jep e mehrin gruas. Nëse ti iniciator, ti jep mehrin. Nëse grështë iniciatore, aje mehrin të jep ty. Ti ki drejt me nalë. Ta në nalë, se nalë ti është ndërgjegje jote, është drejtë jotja. Nëse nalë, haram se ke, nëse jep është ndërë, është festikëria jotja, por jo dëtërim. Atërë kaqë për sonë të faleminderit shumë. Në dhe të Të ndërruar shikues, takohemi javën tjetër dhe atëherë mirëmbëjtje.